vendas edhe formimin e sektorit të mbrojtjes. A është ky fillimi një epoke të re për industrinë ushtarake? Këtë çështje do ta diskutojmë me një super panel. Realisht të ftuar në studio kemi një njeri apolitik, por që ka shërbyer gjatë gjithë jetës së tij për kauzën kombëtare. Koloneli Afrim Veseli është me ne në studio. Zotri Veseli, kënaqësi më të pas për me bisedu për këtë zhvillim, po normalisht ndërlidhen që e ka me situatën në rajon. Faleminderit për prezencën. Faleminderit për ftesën. Një mik tjetër do ta kemi nga Shqipëria në lidhje direkte, Fatjon Softa, ekspert i sigurisë. Zotri Softa, ka kohë që nuk jemi takuar dhe është shumë kënaqësi që sot më ndo punën me dy persona si ju. Faleminderit për prezencën online. Faleminderit juve, kënaqësi. Një ditë do të vinë në Prishtinë, kështu që na e bën qefin shumë, na e bën qefin shumë zoti Softa, dhe më njëherë për kalojmë linjën te ju për të kuptuar për këtë lajm. Unë pa shumë kritika për këtë prezantim ushtarak të ri të Shqipërisë nga kryeministri Edi Rama në kuptimin që ka vjedhur modelet e ngjajshëm, por si e keni gjykuar ju si ekspert sigurie? Së pari, Shqipëria e vogël po tenton të garojë dhe të investojë edhe në industrinë e mbrojtjes. Ka një kompani, Timax, e cila është Timax Defense, e cila ka kohë që ka filluar të prodhojë gradualisht pjesë dhe teknologji që i vlen industrisë luftës. Sigurisht që në çdo hap që bëhet ka dy kampe, pra një kamp i kritikëve po dhe një kamp i mbështetësve, por unë e mbështes çdo iniciativë që Shqipëria bën për faktin që i takon çdo marke të made in Albania, është shumë e rëndësishme që të vijë nga ky vend. Ne po flasim për një industri e cila kryesisht janë mjetet blinduara, nuk është hera e parë, ka prodhuar dhe ka ekspozuar edhe një auto blind Shqipëria, e cila ka qenë në një ekspozitë ndërkombëtare dhe tashmë vjen te këto mjete të tjera të reja, të cilët janë dhe hidhen në qarkullim. Sigurisht që këto janë mjete të cilët kanë shasin dhe motorin të marrë nga markat e njohura siç janë MAN apo Toyota, ndërsa gjithë pjesa tjetër kapsula, e cila është pjesa e çelikut, pjesa e montuar dhe pjesa e cila ka pjesën balistike, e cila është shqiptare, dhe mund të them, ndoshta jo 100%, po është made in Albania, dhe kjo është shumë e rëndësishme që Shqipëria po prodhon pajisje të tilla të cilët i vlen qoftë edhe për të konkuruar në tregun e prodhimit të mjeteve të blinduara në arenën ndërkombëtare. Por unë do doja të kaloj me njerë këtu në studio dhe duke marrë parasysh, kolonel, a do të kemi këtë strategji të prodhimit? Këtë po ndërlidhet me faktin se Shqipëria nuk e di nëse ka ndonjë sistem të mbrojtjes kundër ajrore, e para. E dyta, investimi për ndërtimin e fabrikave të tilla është jashtëzakonisht i madh. Do doja të di në këndvështrimin tënd, si një njeri i terrenit, a do të ishte më mirë që të bliheshin mjetet e tilla, apo është shumë hap i mirë që edhe Shqipëria mendon për realizimin apo më mirë të themi zhvillimin e kësaj industrie? Kran, a ndive mirë kur vllapi i Shqipërisë tha Made in Albania, prodhim shqiptar. A ka arritur më e madhe se kjo dhe se a do t'i gëzohemi kësaj? Konsideroj që është shumë e madhe, për drejsa fliste vllau nga Tirana atje, unë ndisha mirë këtu, Made in Albania. Unë po kthera pak prapa kran, si zakonisht. Shqipëria ka prodhuar armë në të kaluarën. Shqipëria ka pasur një ushtri jashtëzakonisht të organizume dhe të pajisur mirë. Në vitet të veta, pra në një regjim totalitar si që ka qenë regjimi komunist. Mi po ushtria shqiptare ka qenë bjatë mire pregaditën, kur për 72 orë të dhenis urdhrese për mobilizim, dikun mbi 400.000 ushtar kanë mund të vijë në gatishmëri dhe të dalin në vijat e frontit. Sistemet e armës tankut, të artillerisë, gjitha këto i ka pasur Shqipëria. Shqipëria i ka pasur edhe uzinat e prodhimit të armëve, sidomos armëve të Komsorisë. Prodhimi Kalashnikovit të famshëm që kemi përdorë edhe ne çato armë të uzinës së Kaliçanit. Pra Shqipëria ka pasur një historiat të saj. Ndodhi që pas 90-s rrëmja e regjimit komunist në Shqipëri dhe ardhja e pluralizmit, dhe ndodha e çfarë ndodhi që gjithçka do t'ia falja Sali Berishës, këtë zotja fali personalisht asnjëherë, shkatrimin e ushtrisë shqiptare dhe gjithë asoj teknologjie. Se ka një përgjegjës për këta?
ne mund të themi kështu ose ashtu me ngjyrime politike, po flas pa ngjyrime politike. Ushtria shqiptare, kur është ardhur pluralizmi, ka qenë mirë organizuar dhe gjithaj potencial dikon me miliarda euro pasuri e vlerësuar. Dhe aja për pak vite u shkatëru krejt. Tankset T-55 e të tira që i kanë pas ka shku për skrap në Maltëzi. Nëse ju kujtohet sulmi sërb në veri Shqipëris, Kokës Tropoj, ande, edhe dalja tankseve shqiptare të generalit Kudës i Lamaj, pa. Ato gryka armësh e zbrapsen armikon. Ushtria shqiptare Kosovës furnizimin kryesor ka pas prej armëve të mbetura të ushtrisë shqiptare. Do të thotë është bërë një luftë. Që ta rikthejmë këtë epizod që vesh ndodhi 97-a, problemi piramidave që Sali Berisha ka pas përgjithësi se ka qenë kryeminist që si president dhe na shkatru ushtria shqiptare që pasojat ishin shumë dhaja edhe për luftën e Kosovës. Sikur ushtria shqiptare të ishte organizuar siç ka qenë, ndryshe edhe Kosova do ta bënte luftën. Zotri Softa edhe zotri Veseli, pak po dalim prej temës, sepse ka shumë gjenerata të reja të cilat nuk e din këtë rast, ju keni qenë një prej akterëve të luftës, keni qenë i angazhuar në luftë. Çfarë ka ndodhur, pra, kur e goditi me tankse Shqipëria-Serbinë, cila datë ishin? Ka qenë duket maji 99-ës, nuk e di sakt datën, shumë kujtohet, mirë po njësi speciale të Serbisë, në atë kohë të ish Jugoslavisë, kanë hyrë në veri Shqipërisë dhe mobilizimi për njëherë shumë i divizionit të Kukësit me generalin Enderun, Kudës i Lamaj, dhe dalë atyre në pozicione ushtarake, bëri që të zbrapsen trupat sërbe me pasoja shumë të mëdha për tyne. Pra, ka qenë ai konfrontimi ndoshta i parë i mjeteve të blinduar të ushtrisë shqiptare, tankseve me ushtrinë serbe. Edhe pse në atë kohë e tërë NATO e ka qenë e zbarkuar në Shqipëri, sepse Shqipëria ka qenë e strëmbushëm me refugjat nga Kosova, mbi 1 milion shqiptarë, vëzër nga Shqipëria i pritën. Dhe konfrontimi i parë i atyne armëve të asoj ushtrije atëhere, bëri që forcat serbe të zbrapsen. E qartë, është interesant të diskutojmë her pas herë epizodet të tilla, por do doja të kthejmë tek zotri Softa dhe të rikthejmë edhe një herë temë. Zotri Softa, ju folët performance, si po zhvillohet gjithçka, por nuk na dha opinionin tënd në fakt. Si e shikon ti, do duhet të zhvillojë një industri e tillë e armatimit në Shqipëri, apo ka sektor të tjerë në të cilë Shqipëria do duhet të investojë që pastaj të tërheq përfitime me të cilat do të mund të blinte armë, pra, ta ketë një formë tjetër të arritës drejt tek makineritë luftarake? Nëse do të merrni mendimin tim, unë sigurisht që nuk jam që Shqipëria të investojë në industrinë e luftës. Shqipëria duhet të investojë rreth parë tek ekonomia e saj, duke para është ajo rentabël. Ne provuam këtë në ato vite ku Shqipëria u vetë izolua, pra mbasi bëri bunkerët, investimet më dha, rrugët i bënte të gjarpëruara në mënyrë të tillë që armiku mos ulte avionët, edhe kur mbillnim rrushin, vendosim ato hunjë që mos uleshin parashutistët e huaj etj. Dhe thamë që ne jemi çelik beton e gjitha dhe ne jemi vendi më i fortë në botë. Por në fakt ne provuam që në mas 90-s ne ishim vendi më i varfër. Kishim trashëguam një ekonomi të dobët, trashëguam një popullsi e cila mori rrugët e emigracionit. Nuk ka investuar Zvicra ose vende të tjera, po sot janë shumë të fuqishëm nga pikpamja ekonomike. Një qytetar që është më i mirë ekonomikisht, një qytetar që është më denjësisht si qytetar i atij shteti. Dhe ne kemi nevojë të bëjmë pikërisht këtë gjë. Ne nuk kemi provuar të kthehemi edhe një herë tek disa fusha ku Shqipëria ka falë Zoti natyrën. Për shembull, ne jemi vend i pasur me krom. Ne jemi vend i pasur me bagër, ne jemi pasur me minerale. Nuk e zhvilluam sa dhe si duhet, që kjo mund shkonte tek industria e luftës. Çdo të thotë, nëse ne do të çojmë krom dhe do të marrim të gatshme ato mjete, nuk ka nevojë të provojmë dhe të prodhojmë siç prodhuam autobuset Filharmonik Shkodrës. Prodhoshim bicikleta, prodhonim gjëra të cilat vetëm humbëm kohën, koston dhe nuk prodhuam, nuk nxorrëm gjën drejt. Atëherë në këtë drejtim unë mendoj që një vend si Shqipëria duhet të forcojë dhe të investojë, sikurse po investon në turizëm, në infrastrukturë, të investojë në bujqësi, të investojë në kapitalet, në burimet minerare që ka, dhe pse jo tek nafta. Ne kemi nënvlerësuar pasurinë më të madhe që kemi naftën. Kushdo kërkon që ta mbulojë për shkak të ignorancës profesionale,
që thonë nafta jonë është e varfër. Jo, nafta jonë është e pasur. Vjen mbas rumunëve, sepse nafta ka nën produkte. Jo më kot në ato vite u ndërtuar rafineri, sepse nga ajo nxjerr bitumin, nxjerr produkte të tjera të vajgurit, nxjerr vetë naftën e pastër etj etj. Dhe kjo është ajo që duhet investonim. Dhe jo t'i jepnim për qoka politike, për të qëndruar në pushtet njëri apo tjetri ndër 35 vite, kompanive të mëdha, të cilët e keq përdoren, e shpërdoruan dhe u larguan pa paguar qoftë taksat apo sigurimet apo pagat e punojësve. Që sot e kësaj dite naftëtarët janë pa paga. Pra, ne duhet investojmë në disa sektor, sigurisht kjo nuk do të thotë që të mos investojmë në disa sektor ku ne mund të zbusim atë çfarë themi që në industrinë e luftës. Po ne nuk po themi të ndalim investimet, zotri Softa, pikërisht se po ju kuptoj korrekt, ne nuk po themi të ndalim investimet, thjesht, a do duhet ta industrializonim, a do duhet ta shndronim ushtrinë në një industri, apo thjesht kemi sektor të tjerë ku mund nxjerrim përfitime, siç e shpjeguat ju paraprakisht, dhe pastaj të mos kemi nevojë të ndërtojmë divizione, uzina e gjëra për ndërtimin e mjeteve për t'i blejmë të gatshme. Pak a shumë kështu është logjika e zotrit Softa, zotri Veseli. Konsideroj që zhvillimi ekonomik i një vendi përcakton edhe investimet të ri edhe superstrukturën shtetërore të një vendi, pra edhe ushtrinë. Pa zhvillim ekonomik ti nuk mund të kesh as ushtri të fortë. Është jashtëzakonisht i mirë që Shqipëria ka lëvizuar në turizëm. Po, çështjen e nxjerrjes së naftës, se thuhet se ka naftë shumë atje, ka qenë edhe rafineria e naftës nëse zgabona në jug Shqipërisë. Pastaj e përpunimit të metaleve në Elbasan dhe të tjera. Bazë, po. Gjitha këto, mirë po, në situatën që çfarë në cilën është bota sot, pra edhe Ballkani, shteti shqiptar, qeveria shqiptare, ushtria shqiptare, patjetër që duhet të investojë edhe në industrinë mbrojtëse, sepse ato nuk është çështje veç çështja e mbrojtjes së sovranitetit të Shqipërisë, pra edhe të Kosovës. Shqipëria këtë po bën Evropa dhe vende më të forta se ka edhe të mira ekonomike, sepse prodhimi i armatimeve të mundshme, qoftë vetëm fyshek, municion nëse prodhon Shqipëria, me ato si produkte të gatshme, shumë a shumë do të përfiton se sa nëse nxirret aja kostoja e dërgimit kromit apo mineraleve tjera të marrën produkte të gatshme. Neve të njëjtën situatë na ka bërë Serbia gjatë kohës okupacionit. Ne kemi pasur Trepçe. Dhe Kosova në atë periudhë kohore ka pasur zhvilluar me industrinë nxjerrëse, mirë po nuk e ka pasur të zhvilluar industrinë përpunuese. Të gjitha fabrikat e përpunimit metaleve kanë qenë në Serbi. Shkojshin mineralet tona nga Trepça, Kishnica dhe minirat që i kemi pasur në Serbi dhe u përpunojshin si produkte të gatshme dhe kur vinte për shembull një bateri për automjet, ne e pagunim 20 fishin e asoj çfarë jap. Zotri Veseli dhe natyrisht zotri Softa, ne kemi një hapësirë televizive të veçantë sot, një blog të veçantë për një zhvillim që pritet të ndodhë në Shkodër, por duke qenë se ju e merrni me çështje sigurisë, dua të marrë edhe opinionin tuaj. Si e vlerësoni ju, zotri Veseli, fillimisht tentativën apo edhe vendimin me shumë gjatë qeverisëve shqiptare dhe serbe që të hapet konsullata shqiptare në Lugin, por të hapet edhe konsullata serbe në Shkodër? Ka kontekst historik, siç po flasim për pavarësisht zhvillimit të sotëm. Ne kemi një farë kontekst historik mes vendeve. Ju si një njeri i cili keni dhënë shumë për lirinë e këtij vendi tonin, si vlerësoni këtë vendim? Nëse qeveria shqiptare e ka vlerësuar dhe ka marrëveshje dhe duhet të ketë marrëveshje që Serbia gjakatare që ka vrarë dhe ka grinë Kosovë, po në kohë po që duhet të hapë një konsulat në Shkodër, nëse Ministria e Jashtme e Shqipërisë i thet po kësaj, gjithë ne duhet trashtohemi pas asaj. Problemit e na shqiptarë në tërësi... Pra ju nuk e sheni gabim këtë, zotri Veseli? Nuk e konsideroj për drejt sa shteti shqiptar dhe qeveria ime në Tiranë thet po. Nuk mund t'jem ma patriot se Edi Rama, as unë, as secili nga ne, sepse tek e funit përgjegjësia për shtetin i bie Edi Ramës dhe qeverisë shqiptare atje, edhe presidentit. Secili nga ne mund të gjykojmë me emocione për prizmave të ndryshëm, për pozicioneve politike, partive politike. Mi po, interesi nacional, kur është në pyetje, shteti, në këtë rast, shteti shqiptar, sigurisht i ka bërë vlerësimet e duhura. Ferit Hoxha është një shqiptar i madh, që është ministri i punëve të jashtme të Shqipërisë. Nëse vlerësimi i ministrisë punëve të jashtme
të Republikës Shqipërisë është ai që është, atëherë ne duhet të rreshtohemi. Mirë, po na kemi një problem. Kemi një problem ndoshta gjenetik na shqiptarët në përgjithësi. Për ato mërit personale që i kemi, këtë ma ka thonë nëse më jep një pak hapësirë. Patjetër. E kam pas edhe kam një mik jashtëzakonshëm të ushtrisë turke, një kolerel, që ka ndihmuar shumë Kosovën. Dhe ai otomanistën e vjetër e ka ditur shumë mirë dhe kishte pa lexuar shumë në arhivat e Perandorisë Otomane. Thet një veçanti e shqiptarëve është ai i quajtur Inat Arnaut. Okej, Inat. Ne çaja po na udhëheq ndërshekuj. Nëse bën diçka e dirama, edhe nëse është mirë, veç që ka bërë ai, ne do të dalim ta kundërshtojmë pjesa tjetër. Që kjo po gjikohet në këtë forma, Po flas në tërësi, kontekstet historike, pretendimet sërbe. Si veti që i kemi ne, nuk mund të dim ne qytetarët të rëndant, më shumë se shteti shqiptar, se qeveria shqiptare, sepse sigurisht i ka bëjë ekspertizat, analizat e mundshme. Pra, hapja një konsulate të Republikës Shqipërisë, në Lugin Preshevës, pa sukses. Ne s'kemi pas konsulat, tash e sa gati 100 vjetë për që është marrë Lugin e Preshevës. Edhe shka një konsulat e shtetit shqiptar atje, është jashtëzakonisht sukses i madh. Pra, për marrë diçka, sigurisht që duhet dhënë diçka. Edhe hapja konsulatës sërbe në Shkodër, çfarë mund të bëjnë ata atje? Po bashkë që s'mujnë me bë atje. Se Shkodra dhe Shkodranit janë ata që kanë qenë gjithmonë dhe do të jenë gjithmonë. Okej, Softa? Softa. Shko, jo, çdo vendim i qeverisë duhet merret a priori si një vendim i drejtë. Unë kam rezerva lidhur me hapjen e një konsulate të Serbisë në Shkodër. Shkodra është kryeqendra e Shqipërisë, duhet të ishte modeli i Milanos nga pikpamja e zhvillimit, pavarësisht se Shkodra është lënë pas në drejtim të investimeve. Edhe dyta, duhet parë për çfarë nevoje Serbia ka për të hapur një konsulat në Shkodër. Shkodra mund të ketë 54 serb. Sot në lëvizje e lirë, ku edhe me kartë identiteti secili lëviz dhe shkon, nuk është më si dikur që duhet aplikojë në konsulat, duhet aplikojë në ambasadë apo duhet bëjë veprime. Pra lëvizja e lirë e njerëzve sot është e tillë. Shqipëria është një vend i vogël, distanca nga Shkodra deri në Tiranë përshkohet për 1 orë, pra distancat janë të vogla. Dhe nevoja e një konsulat të tillë, unë e shikoj vetëm për geopolitik, që Serbia do ta përdorë, që ka një konsulat. Nuk e di nëse s'dua ta ludoj, për aq kohë sa nuk kemi informacione që mund ta përdorë dhe për qëllime të tjera, që mund t'i vlej politikat të Serbisë, por nuk mund t'i vlej dot një komuniteti. Pra, nëse ka një komunitet, po themi, ne nuk mund ta krahasojmë me Luginën, ku 98% janë shqiptar. Nuk është e njëjta gjë në një qytet të madh si Shkodra, që ka 54 serb. Çfarë do të bëjë një konsullat e tillë? Kështu që këtu pastaj lind ajo që themi, dyshimet. Por zotri Softa, një mendim i zotri Elezit, sepse kështu jemi duke ardhur në fund të këtij diskutimi, por një mendim i zotri Elezit që jashtëzakonisht interesant, ekspert sigurisht Xhevdet Elezi, ai tha se kërkesa që bëjnë për të hapur konsulatën në Shkodër është një farë forme që ta parandalojnë hapjen e konsulatës në Bujanoz. Pra, nëse ne nuk pranojmë në Shkodër, ku po jetoj kanë 54 persona të komunitetit serb, do ta humbim një konsulat e cila i shërben mira shqiptarëve në një vend tjetër. Çfarë mund të bën një konsulat serbe në Shkodër? Cili është rreziku potencial pra edhe i agjenturave të bija serbe? Mund ta pyesim Softën për të. Çfarë rreziku ka, Softa? Po interesin kombëtar nuk mund t'i bëjmë, nuk është me rregull treshi. Meqense nuk e lejnë këtu, nuk do ta lejnë atje. Ne po tjetë se do të ndërtojmë një marrëdhënie e tillë, marrëdhënie që duhet mos ketë negociata, është çështja e Kosovës. Kemi kohë që kërkojmë ne edhe faktori ndërkombëtar që palët të ndërmjetësojnë, të krijojnë dialog për të njohur reciprokisht njëri tjetrin. Dhe kemi zgjidhur një herë mirë problematikat që ne kemi sot e në vazhdim. Pra ne nuk kemi një çështje që meqense për shembull ta hapësh këtu në Lugin e ne ta hapim në Shkodër. Ai mund të thotë diku tjetër, nuk është ky problemi. Për të hapur se si duhet ta bëjmë këtë paralel. Po zotri Softa, edhe ata thonë hape, edhe ata mund të thonë hape në Vojvodin konsullatën, por kujt na i hyn në punë konsullata shqiptare në Vojvodin për shembull nëse hap. Ose në Vranj. Ose po, fiks. Shiko, duhet parë në kompleksitetin e problematikave dhe zhvillimeve që ka. Serbia është një moment kur deklaratat e rënda
kur një ministër e thot që për ato deklaratat që bëri për Kosovën, mendoni tani çfarë tolerancë dhe çfarë dialogu mund bësh me Serbinë në këto momente. Absolutisht. Akoma qeveria e Serbisë nuk ka kërkuar ndjes. Ku ka gjë më të rëndë, një gjenocid shtetëror, një njerëz që ka në kostum të bëjë një politikë të tillë. Nuk lidhet ndaj Kosovës dhe ndaj shqiptarëve. Veseli, kundërshton mendimet tuaja softa, edhe pse s'kemi kohë për debat, por mund ta bëni një koment zë Veseli. Deklarata e ministrës që tha që shqiptarët do t'i kisha dëbuar, asgjëre. Kjo mendësi e shtetit sërb, tash e 100 vjetër është e njëjtë. Pi Ilia Garashanini, 1844, e tuti është e njëjtë. E din Shqipëria, e din Edi Rama, e din Verit Hoxha. Mirë po, kur hyet në negociata, pra dhe gjatë shërbimit tim, kum pasë si negociohet, kum qenë ato tavolina. Ajta qëtë një kush si sta dhe kroni që ti s'mund ta marrësh, po. Cili është rreziku, çka është e keqe nëse hapët e konsulat? Çfarë na bën keq ne? Jo, nuk është keq, por është kontekst historik, zotri Veseli. Nëse ne hapëm konsulatën Bujanovc. Asnjëherë shqiptarët kanë rrethuar Bujanovcin. E serbët e kanë rrethuar. Ne përfitojmë shumë sepse shteti shqiptar po hin në Bujanovc, në Lugi, që ndoshta po dhe shteti serb në Shkodër një. Po Shkodër, çfarë mund bën Shkodër me 54 serb atje, me shkodranët, rreziku është zero. Zero. Kemi shtetin shqiptar atje të organizuar, kemi shërbimin informativ kombëtar, ushtarak. Pra, në këtë rast, nëse i qisëm peshore, cila është ma fuqishme, për interesi nacional, konsideroj hapja e konsulatës Bujanovc, edhe hapja e konsulatës Shkodër, sepse s'kemi rrezik për Serbisë në Shkodër. Doja ta dëgjoj zotri Softën për këtë çështje, na jemi në diskutim të hapur. Zotri Softa, cili është mendimi jot për teza që shtroi zotri Veseli? Por shpeshherë nga politikanët nga Shqipëria dhe nga Kosova ka pasur dhe raste të shkëmbimit territoreve. Nuk duhet shkojmë në çështje për ta prekur politikisht këtë problem, por unë mendoj që Serbia e do dhe mund të di kush e ka kërkuar më parë, Serbia apo e ka kërkuar Shqipëria, që të ketë një marrëveshje të tillë. Dhe kjo marrëveshje erdhi papritmas në një moment kur kemi varre masive, kur po kërkohet zhvarrimi dhe pra një situatë tepër të ngarkuar të një marrëdhënie midis vendeve. Çfarë bëhet për të shtensionuar situatën? Përse bëhet ky lloj shkëmbimi? Po i quajmë të konsullatave. Po. Dhe sa do të zgjidh ky problemin? Fiks. Shqiptarët në atë lugin kanë mungesën e disa të drejtave që ata duhet kenë si popullsi që kanë dominancë atje. Kështu që nuk është se i ka dhënë të drejta Serbia shqiptarëve atje, që po kërkon për të ndërtuar një marrëdhënie të tillë, po themi që hajde të jap të konsullatën dhe unë të jap ty këtë tjetrën. Pra nuk janë marrëdhënie dhe marrëveshje që zgjidhin dhe stabilizojnë marrëdhëniet. Unë nuk jam kundër marrëdhënieve të fqinjësisë mirë. Po. Një Ballkani që duhet të ketë një tjetër mendësi. Nuk mund të harrojmë as të kaluarën dhe as nuk mund të kalojmë duke anashkaluar problematikën që kemi. Dhe të gjitha këto do të zgjidhen në kuadrin e politikave me vendet e Bashkimit Evropian, të asaj familje ku ne duam të adorojmë të gjithë së bashku. Nëse edhe diplomacia e huaj vjen dhe koordinon në një politikë që t'i bën drejt integrimit, kjo është tjetër gjë, por kërkohet transparencë. Nuk kërkohet që del papritës ministri i jashtëm dhe bëri këtë deklaratë tani hajde t'i bëjmë fakt. Po. Pse kjo pastaj ngjall mos kuptime dhe krijon ndjenjën e nacionalizmit, e cila nuk është pozitive që të nxithet dhe të jetë pikërisht në këtë moment. E qartë, për këto çështje nuk i komentoj zotër Veseli, komentoj për faktin nëse do të ishte një hap i mirë apo jo, performancë si është bërë kjo pastaj ju keni të drejtë sepse edhe keni qenë më afër procesit. Zotri Softa ishte kënaqësi me Kosova Today, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua. Ju presim edhe në studio Softa, kur do të jeni në Prishtinë? Do të vi me kënaqësi, ju kam dhënë fjalën. Faleminderit shumë, dhe kolonel është shumë kënaqësi më pas në studio, nëse keni ndonjë koment për fund para se ta mbyllim këtë bisedë. Uroj që Shqipëria të vazhdon prodhimin e pajisjeve të ndryshme ushtarake. Unë edhe në studion e juaj para një viti apo dy e kam theksuar këtë. Shqipëria ka avantazh sepse ka pasur ekspertë edhe nga e kaluara. Ka përvojë. Ka përvojë në drejtim. Kam dëshiruar shumë, mirë po ende nuk po shoh diçka në drejtim që edhe Kosova t'i bashkangjitet Shqipërisë edhe që të dyja bashkë t'i bashkojnë kapacitet ekonomike, financiare, sepse duhen financa për të hapur në uzhinë, që bashkarisht Shqipëri, Kosovë, fillojmë, prodhojmë çka do të qoftë, që prodhojmë është mirë, se sot që ta blejmë, qoftë një fyshe